Rektori i Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, Shkëlqim Fortuzi, ka premtuar një akademi të reartësh në UAMD, gjatë spektaklit të organizuar UAMD Got Talent, që u zhvillua mbrëmjen e kaluar në qytetin e Durrësit. Jam vërtet shumë i emocionuar dhe shumë i surprizuar që sonde më në fund zbuluam se universiteti jonë nuk ka vetëm talente në fushën e mësuesisë, në fushën e edukimit dhe në fushat e kërkimit shkencor, por ka dhe talente në art dhe kulturë. Vërtet ju përgëzoj shumë dhe ju premtoj se në të ardhmen në universiteti jonë do të punoj më shumë për zbuluar talentet reja, siç ju zbuluam sonde juve, ju praktikisht keni një zbulim, dhe këtu pa dashur të replikoj me profesoreshën, ne nuk lëshojmë talentet, përkundrazi do të shikojmë mundësinë për të hapur një akademi artësh në universitetin tonë, si tash në një universitet, dhe nuk se jo, jeni maestrat apo profesoreshët e atyre studentëve që do ulen në të ardhmen të kjo akademi. Spektakli u shoqërua me muzikë, art, energji dhe dhuroi emocione të shumta tek pjesëmarrësit dhe spektatorët. Ata që performuan janë mbaresa me këngët, vallëzimet, humorin, poezitë apo pjesë teatrale. Në përfundim të UAMD Got Talent u ndan certifikatat e pjesëmarrjes, si dhe një çmim prej 300 eurosh për fituesen.